Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Këshilli i Marrëdhënieve Shqiptaro-Amerikane përshëndeti sinjalin nga Shtetet e Bashkuara për rifillimin e dialogut strategjik me Kosovën, ndonse ky proces ende nuk ka nisur zyrtarisht. Sipas i rikthimit i dialogut formal do të përbënte një sinjal të qartë të vullnetit të ndërsjellët për të ecur përpara në mënyrë konstruktive dhe me koordinim të ngushtë. Organizata vlerësoi zgjedhjet e fundit në Kosovë duke theksuar se ato dëshmojnë përkushtimin e vendit ndaj demokracisë, por njëkohësisht reflektojnë pakënaqësinë në rritje të qytetarëve ndaj presionit ndërkombëtar. Këshilli kërkon një reagim dhe nga ana e Prishtinës duke sugjeruar që kryeministri në detyrë Albin Kurti të realizojë një vizitë zyrtare në Washington si një shenjë e qartë e përkushtimit për rifillimin e marrëdhënieve strategjike. Bota. Trazirat në Iran ka shkaktuar më shumë se 500 viktima. Të dhënat janë bërë publike nga një grup për drejtat e njerëzit, ndërkohë që Teherani kërcënoi se do të shënjestronte bazat ushtarake amerikane nëse presidenti Donald Trump realizon kërcënimet e tij të reja për të ndërhyrë në mbështetje të protestuesve. Sipas shifrave të fundit nga aktivistë brenda dhe jashtë Iranit, grupi amerikan për të drejtat e njerëzit, HRANA, tha se kishte verifikuar vdekjen e 490 protestuesve dhe 48 anëtarëve të forcave të sigurisë me mbi 10.600 persona të arrestuar në 2 javë trazira, raporton Reuters. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, deklaroi se është i tronditur nga raportimet për dhunë dhe keqpërdorim të forcës nga autoritetet iraniane ndaj protestuesve në disa zona të Republikës Islamike të Iranit. Të gjithë iranianët duhet të jenë në gjendje të shprehin kërkesat e tyre në mënyrë paqësore dhe pa frikë. E drejta e lirisë së shprehjes, së organizimit dhe tubimit paqësor, ashtu siç garantohet nga drejta ndërkombëtare, duhet të respektohet dhe të mbrohet plotësisht, thekson Guterres. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s u bëri thirrje autoriteteve iraniane të tregojnë vetë përmbajtjen maksimale dhe të përmbahen nga përdorimi i panevojshëm dhe jo proporcional i forcës. Iran called to negotiate yesterday. The leaders of Iran called they want to negotiate. Teherani dëshiron të negociojë, kështu u shpreh presidenti SBA Donald Trump, ndërsa fliste me gazetarët në bordin e Air Force One, teksa Irani është përfshirë në protesta masive. Udhëheqësit iranian telefonuan dje tha Trump duke shtuar se po organizohet një takim. Merret kreu i shtëpisë së Bardhë deklaroi se ushtria amerikane po shqyrton mundësinë shumë të fortë lidhur me një ndërhyrje të mundshme ushtarake në Iran. Mund të na duhet të veprojmë përpara se kjo të ndodhë, po e vlerësojmë situatën shumë seriozisht. Ushtria po e shqyrton atë dhe po vlerësojmë disa mundësi shumë të forta, do të marrim një vendim, deklaroi Donald Trump. Aleatët e NATO-s po forcojnë ndjeshëm bashkëpunimin e tyre në Arktik përballë rritjes së aktivitetit ushtarak rus dhe kinez në këtë rajon strategjik. Apeli vjen nga komandanti suprem i forcave aleate, generali Alexus Grunkish, gjatë konferencës për politikat e sigurisë dhe mbrojtjes të mbajtur në Salën të Suedisë. Sipas tij, bashkëpunimi ushtarak mes vendeve aleate në këtë rajon nuk ka qenë kurrë më i fortë, ndërsa situata e sigurisë po bëhet gjithnjë më komplekse. Generali vuri në duke se anijet ruse dhe kineze po kryen gjithnjë më shumë patrullime të përbashkëta në veriun e largët, një zhvillim që sipas tij përbën një kërcënim në rritje. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.